Avukati shqiptar Spartak Ngjela ka bërë një analizë të shteteve shqiptare, Kosovës dhe Shqipërisë. Ai tha se të dyja janë të forta pasi njëra është në NATO, tjetra e ka brenda saj mbrojtjen amerikane. Mirpo Ngjela ngriti pikpyetje mbi atë çka do të ndodhte me tokat shqiptare në Maqedoni të Veriut dhe Çamërinë. Po pjesës shqiptare të Maqedonisë së Veriut, kush do ta marrë, Shqipëria apo Kosova? Po pas kësaj ndodhie, çfarë do të bëjë shqiptarët e Çamërisë? A do ta formojnë ata shtetin e tretë shqiptar? Shkruajnë të tjerë avokati. Shqipëria është shumë e fortë sepse ajo është në NATO. Kosova është shumë e fortë sepse ajo ka brenda saj mbrojtjen amerikane. Maqedonia e Veriut dhe pakët do të jetë një shtet i tretë shqiptar, sepse po pritet që pjesën bullgare të Maqedonisë së Veriut ta marrë Bullgaria. Po pjesa shqiptare të Maqedonisë së Veriut kush do ta marrë? Shqipëria apo Kosova? Po pas kësaj ndodhie, çfarë do të bëjnë shqiptarët e Çamërisë? A do ta formojnë ata shtetin e tretë shqiptar? Ja, kjo është gjendja jonë e sotme. Ky në fakt është një proces arbëror që do të nisë edhe të jetë një zhvillim i ri arbëror që do të pushtojë të gjithë botën shqiptare në gatishtë një lirik. Kjo po pritet të vijë, sepse vetëm ne shqiptarët, ne të dy shtetet tanë, jemi shoqëria më pro-amerikane në Europë.